Jam stërnipi i Naq Ekonomit, një të dënuar nga grekët për hapjen e shkollave shqipe në Bregdet dhe që mbajnë akoma emrin e tij. Jam nipi i Dhimit Ekonomit që ka qenë shok me Fanolin Avli Rustemi dhe i dënuar nga Zogu me varje në litar dhe pasaj me burgim të përjetshëm. Jam nipi i Andon dhe Spiro Ekonomit që kaluan gjysmën e jetës së tyre në burgun e Spaçit dhe duke pasur parasysh përjardhjen time, ika në Itali dhe mendova që të studioja dhe të merresha me politikë. Jam stërnipi i Naq Ekonomit, një të dënuar nga grekët për hapjen e shkollave shqipe në Bregdet dhe që mbajnë akoma emrin e tij. Jam nipi i Dhimit Ekonomit që ka qenë shok me Fanolin Avli Rustemi dhe i dënuar nga Zogu me varje në litar dhe pasaj me burgim të përjetshëm. Jam nipi i Andon dhe Spiro Ekonomit që kaluan gjysmën e jetës së tyre në burgun e Spaçit dhe duke pasur parasysh përjardhjen time, ika në Itali dhe mendova që të studioja dhe të merresha me politikë.